Indjen e Mesme, me situatën që është duke ndodhur në Iran. Kemi parë që luftaniet amerikane, paktën sipas mediave të pasqyruara, duket se kanë një shtim të tyre në Gjirin Persik. Çfarë do të shohim tashmë me një situatë që duhet thënë prej muajsh disi nuk ka pasur qetësi? A do të kemi një reagim amerikan kundër Iranit? Zoti Trump, paktën në qëndrimet e tij, ka lënë të nënkuptohet se një gjë e tillë mund të ndodhë shumë shpejt nëse s'do të ketë bashkëpunim ose marrëveshje mes tyre. Padyshim, situata në Iran është mjaft komplekse, jo vetëm për Iranin, por edhe për infrastrukturën rajonale dhe ndikimin që ka Irani tek konteksti më i gjerë në linjet mesme dhe jo vetëm edhe në kontekstin global, nisur nga ndikimi që kanë tregjet globale të naftës dhe edhe në sistemet tregtare, duke marrë parasysh se shërben si një ngushticë e rëndësishme për kalimin e transporteve dhe zinxhirëve të furnizimit në shkallë globale. Irani është një vend i cili pavarësisht se pati tashmë një përballje me Shtetet Bashkuara, një sulm të Shtetet Bashkuara për të shkatruar arsenalin bërthamor të Iranit, vazhdon të këmbëngulte krijimi i programit bërthamor dhe i përpjekjes për të vazhduar të rritur arsenalin e raketave balistike, të cilat synojnë dhe kërcënojnë në mënyrë drejtpërdrejt interesat e Shtetet Bashkuara, dhe jo vetëm, edhe të vendeve të tjera, qoftë partnere me Shtetet Bashkuara, qoftë edhe vendeve të cilat e ndjejnë prezencën dhe përpjekjen hegemoniste të Iranit në kurisë të tyre brenda linjes së mesme. Kemi një kontekst i cili lindi nga protestat në Iran, protestat të lindura natyrshëm nga populli iranian kundrejt regjimit të Ayatollahut dhe protestat të cilat u shtypën në mënyrë të dhunshme dhe vrastare nga regjimi me eliminimin fizik të mjaft protestuesve, mira protestuesve sipas raportimeve më të fundit dhe të një dhune të pa justifikuar të ushtruar kundrejt tyre në mënyrë që regjimi të mbrojë vetveten. Brenda këtij konteksti kemi një regjim brenda Iranit i cili është ndoshta më i dobti që nga revolucioni islamik në shekullin e kaluar dhe tashmë qoftë për shkak të papërgjithshmërisë që ka dhe gëzon brenda vendit, qoftë edhe për shkak të përpjekjeve dhe të bjerjes së forcave militante që kanë mbështetur përgjatë vitesh Iranin dhe të cilat u dobësuan mjaft në vitet e fundit, shpeshherë për shkak të agresionit që i bën Izraeli dhe kundërpërgjigjes izraelite. Besoj se Irani dhe regjimi në Iran është në momentin më delikat të mundshëm dhe brenda këtij konteksti besoj se vlen të shikohet presioni i shtuar i zotit Trump, presidenti amerikan i cili tashmë i ka kërkuar dhe i ka vënë gati një ultimatum lidershipit iranian ose për të ulur në tavolinë për të diskutuar eliminimin përfundimtar të programit bërthamor dhe të përpjekjes për të krijuar armë bërthamore dhe një marrëveshje e cila të jetë e gjerë nga konteksti i përmbajtjes, por edhe nga zbatimi